Fundjava ka sjellë një dyndje të pushuesve që i drejtohen Bregdetit për të kaluar pushimet. Për pasojë, edhe trafiku është mjaft i rënduar, ndonse policia rrugore ka marrë masa duke shtuar numrin e patrullimeve, sërish trafiku duket i pashmangshëm. Trafiku në rrugët që përshkojnë qarkun e Lezhës ka qenë i rënduar si asnjëherë tjetër këtë fundjavë për shkak të dyndjes së pushuesve drejt Bregdetit. Superstrada Milot Lezhë, rruga e Kombit, kryqëzimi Shëngjinit dhe Tales kanë qenë edhe nyjet më problematike, ku vargu i automjeteve ka arritur në mbi 5 kilometra. Ndonse policia rrugore dhe ajo e rendit janë dislokuar për gjatë gjithë superstradës për t'i paraprirë fluksit të lartë të mjeteve, trafiku duket i pashmangshëm. Shefi i qarkullimit rrugor në Lezhë, Valentin Florini, ka bërë të ditur se ka patur fluks, por jo bllokim të qarkullimit. Ka pas fluks, por nuk ka pas pengesa ose bllokime në aksin Milot Shëngjin dhe rrugës Kombit. Ky fluks do të jetë edhe në mbazitë në dalje dhe nga ana e shërbimeve të policisë rrugore qarkut Lezhë dhe policisë së rendit janë marrë të gjitha masat që mos ketë bllokime dhe lëvizja e rrymës trafikut të jetë e rrjedhshme dhe pa probleme në këtë qark. Fluksi mjeteve që vijnë kryesisht prej turistëve nga Kosova, emigrantëve të kthyer dhe pushuesve që zgjedhin Bregdetin e Shëngjinit apo Tales, gjatë kësaj vere janë dhe shkaku kryesor i këtij trafiku, ndërkohë që fundjava shënon dhe pikun.